Ramiz Ladrovci e fiton bindshëm Drenasin edhe pa përkrahjen e PDK-s. Zgjedhjet lokale të 12 tetorit në komunën e Drenasit kanë sjellë një rezultat të bëjshëm. Ramiz Ladrovci, ish kryetari i Drenasit dhe ish antar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka arritur të sigurojë një fitore të thellë në garën për kryetar komune, duke kandiduar si i pavarur. Sipas rezultateve përfundimtare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ladrovci ka marrë 52.31% të votave, duke i kaluar ndjeshëm kandidatin zyrtar të PDK-s Petrit Hajdarin, i cili siguroi vetëm 37.31% të votave. Kandidimi i Ladrovcit si i pavarur erdhi pas përplasjeve të tij me strukturat e PDK-s, të cilat kishin vendosur të mos e rikandidonin për një mandat të dytë nën siglën e partisë. Ky vendim solli jo vetëm një ndarje formale, por edhe një përplasje politike, që më pas u pasqyrua në fushat dhe në rezultatet e votimit. Megjithatë, Ladrovci arriti të ruajë një bazë të gjerë elektorale, duke dëshmuar se kishte ndërtuar një lidhje të fortë me qytetarët e Drenasit përtej partisë që kishte mbështetur fillimisht. Fushata e Ramiz Ladrovcit u përqendrua kryesisht në rezultatet e punës së tij gjatë mandatit të kaluar, duke u fokusuar në zhvillimin e infrastrukturës, përmirësimin e shërbimeve publike dhe ndërtimin e një administrate më efikase. Ai shfrytëzoi largimin nga PDK-ja si një avantazh, duke u prezantuar si një lider që i përgjigjet vetëm qytetarëve dhe jo interesave partijake.